Finalizohet nga sektori për hetimin e narkotikëve operacioni i koduar Gjurmimi për kapjen e një shtetasi në kërkim ndërkombëtar. Akuzohet në Itali si pjesëtar i një organizate kriminale që trafikonte lëndë narkotike, kapet në Fier dhe arrestohet me qëllim ekstradimin 23 vjeçari. Specialistët për hetimin e narkotikëve të DVP Fier, bazuar në informacionet e siguruara nga bashkëpunimi me partnerët italian për vendodhjen e një shtetasi në kërkim ndërkombëtar, organizuan dhe finalizuan operacionin e koduar Gjurmimi, si rezultat i të cilit u kap në qytetin e Fierit dhe u arrestua provizorisht me qëllim ekstradimin në Itali shtetasi EF 23 vjeç. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e Riminit Itali në vitin 2025 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe trafikimi i lëndëve narkotike. Vijon bashkëpunimin ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Romës për të finalizuar procedurën e ekstradimit të këtij shtetasit në Itali.